Do të kisha dashur që të flisnit pak a shumë rreth angazhimet tuaja personale, duke pas parasysh që siç e di, dikur rreth 500 orë në vit ju I bëni me mësim, besim me nxënësa. Keni nxjerr kuadra të ndryshme, mbi 100 kuadra në grupe të ndryshme të cilat kanë dalë nga mësim besimi juaj personal. Domethënë duhet të ndalem me që është edhe pyetja e dëgjuesit, e shikuesit në këtë këndvështrim, më flisni edhe pak nëse keni mundësi mbi aktivitetet edhe veprimtarinë tuaj personale që e bënin me xhamin dhe me nxënësit edhe me gjeneratat e reja. Natyrisht ne duhet ditur se secili imam në vendimet tonë që janë nga institucioni i Kryesisë Bashkisë Islame dhe Këshillave të Bashkisë Islame, është se ne përpos që jemi imam në për xhaminë tona, ne jemi edhe hatip ose ligjërues, por jemi edhe mualim. Dhe këto detyra kemi përgjegjësi, sepse vendimet tona janë të atilla. Dhe në vendin cilën ne vim, gravitojnë nxënës të shumë nëpër mektebe, dhe në bazë të shënimeve që ne evidentojmë, vetëm mekteb për brenda kësaj periudhe, rreth 20 vjeçare, po them, rreth 100 grupe kanë përfunduar nivelet e tyre. Dhe tek ne aktualisht punohet ose veprohet nga e hëna në të ejtë dhe në të premte, vazhdimisht punojmë me nxënësit, varësisht prej angazhimeve të tyre që janë në shkollë, me qëllim që mos bina ndesh me orarin e mësimit, dhe sikur janë të ndamen e 5 grupe, në grupin e parë vijnë nxënësit e niveleve të ulta, që plan program kryesisht është 16 nisitë e dritës së zemrës, duke filluar nga e dim se Zoti ynë është Allahu xhaleshanuhu, libri ynë është Kurani dhe të ngjashme me këto, kushtet e fesë islame, elementet e shahadetit, elementet e abdesit, elementet e namazit, se si falen namazet, disa sure, dhe pasi përfundon ky nivel pajisën nxënësit. Nëpërmes evidentimeve që ne bëjmë, edhe Këshilli Bashkisë Islame në dragash pajisën me certifikata që Këshilli Bashkisë Islame në dragash konkretizuar. Kur imamit lëshon për nxënësit, në grupin e dytë nxënësit marrin njohuri rreth hyrjen në alfabetin e shkronjave të Kuranit, se si janë shkronjat e alfabetit kuranor, ose specifikat e alfabetit arab, veç e veç se cila prej shkronjave të tyre, çfarë specifike është, çfarë shkronja është, e lehtë, e rëndë, apo elementet e tjera të cilën lidhen me shkronjat e Kuranit. Pastaj niveli tjetër është niveli I ABC-s së Kuranit, që ka të bëjë me atë që pasi janë mësuar të gjitha ato shkronjat, ka për qëllim që t'i renditin fjalët se si lexohen ato, ndërsa grupi I 4 dhe I 5, grupi I 4 vijnë mësimin nxënësit të cilët bëjnë hatme për herë të parë, dhe në grupin e 5 janë nxënësit që bëjnë hatme për herë të dytë, tretë, 4, sepse ka prej tyre që bëjnë hatme edhe për herë të 5. Natyrisht që me këtë grup përpos leximit të Kuranit ose hatmeve që bëjmë, mundohemi që t'ju japim njohuri elementare rreth shkencës së tajvidit ose drejt leximit të Kuranit familjar, por në kuadër të kësaj mundohemi që nxënësit shpeshherë edhe t'i këshillojmë rreth këshillave fetare që kanë të bëjnë me moralin, me sjelljen në përgjithësi dhe me elementet të cilat janë elemente motivuese që të rinjt të pajisen me virtyte të mira. Natyrisht që angazhimet tona në përgjithësi nëpër mektebe janë angazhime të cilat kërkojnë një angazhim, sepse gjatë gjithë kohës je I zonët me ta, por megjithatë thamë kryejm një obligim që kemi në detyrim dhe sikur është ndoshta elementi më I mirë I mundshëm që në mungesë të edukimit fetar nëpër shkolla, të paktën atë obligim që kemi ndaj fëmijëve tonë, ne ta ushtrojmë nëpër xhamia dhe këtu kemi një raport të mirë, edhe me nxënësit, edhe pse aktualisht janë më tepër se sa 120 nxënës në mekteb që vijnë mësimin, pavarësisht se për edhe në xhamiat e tjera punohet në këtë drejtim nga imamet e nderuar, nga kolegët tonë, po edhe pse jo edhe nga mualimet, por sikur shihet edhe një interesim, jo vetëm I fëmijëve dhe I prindërve, por ka një bashkëpunim të mirë në këtë drejtim dhe është një element që sado që mund të ketë vështirësi të natyrave të ndryshme, sepse s'është lehtë të punohet me 4 apo 5 grupa, apo ndoshta ndonjëherë edhe më tepër, mirë po megjithatë kur ketë parasysh
që kanë nxënës të zellshëm, kanë nxënës të cilët lexojnë mirë Kur'an, lexojnë bukur fjalën e Zotit të fuqishëm, sikur asoj mund të përmendim faktin se ka prej nxënësve të mektebit që janë në gjendje edhe të vijojnë edhe të dalin si imam për shkak të asaj që kanë një bukur lexim të Kur'anit familjar, por e mira dhe më e madhe që është në këtë drejtim është sinjali se shkolla nuk i pengon nxënësit që të vijojnë mësimin edhe nëpër mekteb, gjenden modalitetet, gjenden fjala vjen mënyrat se si të punohet ajo, dhe nuk është dikush mundohet të arsyetoj se është ngarkesë, përkundrazi, sepse edhe ne punojmë me ta, jo duke i mbi ngarkua ata me plan programe, përkundrazi. Ata nxënës të cilët janë shumë të suksesshëm dhe kanë një sukses të mirë nëpër shkolla, janë të suksesshëm edhe në mekteb në përgjithësi.